Po, mrekullit teknologjike ekzistojnë. Duke filluar nga sot, kushdo, në çdo gjerësi të planetit ka mundësi që nga kompjuteri i tij të shfletojë 256 kodik, të cilët janë pjesë e fondit të bibliotekës së Vatikanit. Një gjë e rrallë, pasi për shumë vite, kodikët mbaheshin me xhelozi në një bunkier nën pallatin apostolik, në kushte ideale, në errësirë totale, në një lagështi relative prej 50%, në mes të 18 dhe 20 gradë Celsius, por një detyrë e madhe e skanimit, ndërmarrë nga Papa Benedikti XVI, bëri që më në fund ata të përdoreshin dhe të nxirreshin në dritë. Është e lehtë tani. Thjesht të shkoni në faqen e internetit të bibliotekës www.vaticanlibrary.va për të filluar një udhëtim të jashtëzakonshëm përmes kohës dhe hapësirës. E gjithë kjo punë mori 2 vjet kohë, si dhe një ekip prej 12 personash të punësuar në një bazë të përhershme dhe teknologjike, dhe më në fund u arrit një riprodhim i përsosur, i lartë i këtyre kodikëve. Vetëm një klik dhe gjithçka shfaqet para teje. Nga lista e numrave që shfaqen në këtë faqe interneti, nga 1 deri në 256, shumë vëllime dhe kryevepra vijnë në imazhe dhe tregojnë ngjyrat e përzierura me kujdes nga murgjit në mesjet të operuara në heshtje. Pergamene, komente, traktate morale, studime mbi gjeografinë, atlase, por edhe veprat filozofike, komedi, që tashmë janë të gjitha në internet.